një film me titullin Besa, që flet për shpëtimin e ebrejve nga shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore. U prit me emocione në festivalin e filmit hebraik që po zhvillohet këto ditë këtu në Washington. Filmi me regjizore Rachel Goslin flet mes të tjerash për historinë e një shqiptari musliman, i cili duhet të përmbushte në fakt premtimin ndaj një familje hebraike. Kjo është familja që i atje i tij e ka strehuar gjatë luftës. Kolegu ynë Ilir Ekonomi ka përgatitur kronikën. Në një qendër të komunitetit hebre në Rockville pranë Washingtonit, festivali filmit hebraik në bashkëpunim me organizatën ASHA, Akademia Shqiptare Amerikane, shfaqet dokumentarin Besa, që flet për një histori jo shumë të njohur në botë, shpëtimin e ebrejve nga shqiptarët gjatë luftës. Producenti i filmit, Jason Williams, thotë se e shtyu një arsye fortë për të marrë me këtë dokumentar. Filmi u bë sepse kjo është ndër ato historitë e jashtëzakonshme të cilën e di çdo shqiptar, por pjesa tjetër e botës nuk e ka dëgjuar kurrë. Është ndër ato histori që duhet treguar, aq më tepër që është një histori e cila po harrohet. Johanna Newman ishte fare e vogël kur familja e saj mori vizë nga ambasada e mbretit Zog në Berlin për të ardhur në Shqipëri. Familja mendonte se do të mund të udhëtonte nga Shqipëria në Amerikë, por më 7 prill 1939 vendi u pushtua dhe ata u bllokuan në Durrës. Johanna tregon në film se si familja u mbrojt nga shqiptarët, por kur vendi u pushtua nga Gjermania, gjendja për hebrejt në Shqipëri u bë jashtëzakonisht e rrezikshme. Fakti është se jo vetëm populli shqiptar me bujari dhe trimëri shpëtoi hebrejt gjatë luftës, por qeveria e tyre asaj kohe bashkëpunoi me këta individ, që hebrejt të mos kishin frikë se mund t'i dorëzonin tek gjermanët kur këta kishin pushtuar Shqipërinë. Pikërisht ky bashkëpunim bëri të mundur që të gjithë ne të shpëtonim në Shqipëri. Gilbert Galangi, ambasadori i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, thotë se është hera e dytë që filmi shfaqet në zonën e Washingtonit. Me kënaqësi vëre që akoma ka etje për ta parë filmin dhe me kënaqësi vëre që një nga protagonistët kryesorë të filmit, zonja Johanna Newman, është kaq aktive dhe kaq e pakursyer për të treguar historinë e shqiptarëve. Një histori e vërtetë, një histori që vlen të tregohet, jo vetëm për atë që ka ndodhur vite e vite më parë, por më tepër vlen të tregohet për të treguar brezave që vinë se si mund të jetohet në harmoni, pavarësisht dallimeve fetare apo racore. Askush nuk u shpëton dot emocioneve pas shfaqjes. Geraldine Popa Schechter është shqiptare amerikane që i çmon shumë cilësitë e popullit shqiptar. I can't tell you how I felt about that. Nuk mund t'ju shpreh dot se si ndihem, sepse jo një apo dy, por të gjithë shqiptarët vepruan ashtu. Ka shumë rëndësi që njerëzit ta dinë këtë. It's so important for people to know about this. Bledar Prifti është presidenti i organizatës ASHA. Njëri nga misionet që ka Akademia Shqiptare Amerikane është pikërisht pasurimi i jetës kulturore edhe mbajtja e traditave dhe gjuhës shqipe këtu në Shtetet e Bashkuara. Edhe ne do të dëshironim që kjo histori shqiptare kaq humane të kishte një prezantim edhe këtu në Shtetet e Bashkuara. Dhe bordi i Akademisë Shqiptare Amerikane në bashkëpunim me kompaninë prodhuese të filmit ka sponsorizuar sot këtë aktivitet me shpresën që shqiptarët dhe historia, ajo pjesa e historisë shqiptarëve të bëhet sa më e ditur dhe sa më e njohur edhe këtu në Shtetet e Bashkuara. Mu bëj qefi, unë jam e shoqëruar me disa miq amerikanë që janë me origjinë hebrejnë dhe i solla të tërë në film, unë lam bresa shumë të mira dhe është nga filmat e pak që e nxjerr këtë karakterin tamam të shqiptarëve në botë. Nuk është e njohur, Besa nuk është e njohur shumë, po është cilësi shumë e mirë karakterit.
Një nga protagonistët e filmit është Recep Hoxha, i cili është i vendosur të shkojë në Izrael për t'i dorëzuar 3 libra familjes hebraike që jati i tij strehoi gjatë luftës. Një amanet që thuhet një detyrim, derisa është veçanërisht zoti Recep e kam njohur dikur, por nuk e dija që ishte kaq këmbëngulës, ai është shqiptar, kuptohet, shqiptarët janë këmbëngulës në mbajtjen e premtimeve të besës. Recepi sigurisht dallon nga ata tash që e pam në film. Jeton gjatë me këtë ide dhe herë që erdhi u afruam në zgjidhje. U afruam drejt zgjidhjes, besoj. Është shumë e bukur. Është mjaft për t'u admiruar dhe mendoj se edhe në këto kohra ne duhet i kthejmë syt mbrapa dhe të shikojmë anët e mira të kombit tonë, domethënë siç riafirmohen edhe në këtë film. Zgjidhje. Sipas statistikave, Shqipëria është vendi vetëm në Evropë që pati një numër më të madh hebrejsh në mbarim të luftës se sa në fillim të saj. Një histori pozitive që shumë njerëz mendojnë se vlen të bëhet më e njohur. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.